Nata, përshëndetje. Përshëndetje. Është kënaqësi që të kemi sërish në studion e Radio 1 edhe pse përmes telefonit. Faleminderit gjithashtu. Atëherë Nata, ashtu siç është edhe natyra e emisionit histori që frymëzojnë, ne do mundohemi që bëjmë disa pyetje që të mundohemi të të nxjerrim ato elementet më të mira tuat edhe më frymëzuese për ne dhe për dëgjuesit. Dhe për gjithë ata që mbasi nuk të njohin, si fillim do doja të pyes si do ta prezantoje veten përmbledhtas. Unë jam Nada Dosti, jam nga Durrësi, jetoj në Turqi, në Ankara, prej gati 13 vitesh. Me profesion jam gazetare, kam studiuar faktikisht dek të ndryshme, si për shembull përkthim në bachelor në fakultet. Mësuesi anglisht në master, kam një master të dytë në gazetari dhe aktualisht po bëj doktoratur për studime të rrjeteve sociale. Kam një libër të botuar me tregime në shqip dhe një në turqisht. Përgjithësi punoj si freelancer, ka vite që punoj si freelancer dhe merrem me përkthime, shkrime raportime, gazetarin përgjithësi. Mashallah, edhe sikur mos bëni mas një pyetje tjetër, këto janë mjaftuese për të na frymëzuar ne dhe dëgjuesit, por sigurisht që kurioziteti jon nuk do të na lejë me kaq. Edhe do të pyesim se një zakonisht dita jote. A ke ndonjë rutinë preferuar? Rutina faktikisht varion, ndryshon nga periudha kohore, për shembull nëse jam punë apo jam me pushime, nëse jam në shtëpi apo në ndonjë udhëtim, ose nëse është ditjavë apo fundjavë. Domethënë varet e gjitha kjo formësohet në bazë të kurseve dhe rrethanave që gjendet, po megjithatë një ditë tipike, për shembull le ta zëm gjatë javës, si sot për shembull, nis normalisht me faljen e namazit sabahut. Tek ne sabahu në këtë periudhë kohe del në orën 8 pa ca, do të rreth orës 8, kështu që falem dhe nuk flim më. Përgatis dhe përcjell djalin për shkollë, pas edhe burrin për punë, dhe nga ora 8 deri në orën 9 pak a shumë, kam një orë kohë që të bëj mëngjesin për vete, të filloj punë të shtëpisë dhe në orën 9 ulem në tavolinën e punës. Nga ora 9 deri në 11, do të thënë kam 2 orë kohë para se të filloj punën që të studioj për doktoraturën, ose të shkruaj ndonjë shkrim për ndonjë revistë, nëse kam ndonjë datë dorëzimi që afrohet, ose përkthej nëse kam ndonjë përkthim në dorë. Pra, kjo deri në orën 11, në orën 11 filloj punën time dhe deri në orën 3 të drekës si përkushton vetëm punës. Në orën, sepse unë punoj nga shtëpia, domethënë. Pastaj në orën diku rreth orës 5 kthehet i mbi nga shkolla, kështu që nga ora 3 deri në 5 kam prap 2 orë që mund t'i shfrytëzoj për vete, pastaj varet edhe nga gjendja nëse kam fuqi, nëse kam, domethënë, dëshirë që të punoj. Merrem prap, domethënë ose me shkollën ose për kthimin që mund të kem ndërtuar. Dhe pasi kthehet i mbir nga shkolla, më pas kthehet dhe im shoqët nga puna. Këtë kohë ja dedikoj vetëm familjes, punëve, gatimit, kujdesit ndaj vetes. Dhe zakonisht nga ora 10 e darkës mund qelloj që të kem ndonjë takim Zoom, ndonjë ligjërat apo mbledhje në Zoom dhe më pas përgatitem gjithë për gjumë. Mirë po, nëse kam ndonjë deadline të ngushtë, ose për shembull në periudhën kur kam shkruar librin tim për një 6 muaj rresht, më është dashur të punoj pas orës 11 deri nga ora 1 ose 2 natës, kështu që kam mbaruar thjesht librin tim duke punuar natën, domethënë, sepse natën kur janë të gjithë në gjumë, përqendrohem më mirë. Doja të pyes për natën e vet, sepse disa parapëlqejnë që zgjon herën në mëngjes, disa gjejnë qetësi natën. Domethënë ti je me atë mendimin që në qetësinë e natës është më produktive që të punosh? Po, pikërisht për mua më përshtatet më shumë puna natën. Po, sepse realisht është pak e vështirë që të zgjohesh në mëngjes dhe jo më lart se ti e pash një postim që thonte të gjithë kanë motivim derisa vjen ora 5 e mëngjesit dhe po u zgjova atëherë është disiplinë. Po, pikërisht se mëngjesi është shumë i angazhueshëm, fillon pasan ato punët e mëngjesit, përgatitja e mëngjesit e të tjerë është goxha i angazhueshëm. Paktën këtu këne, kështu që unë jam personi që punon natën, jam tipi natës. Duke ditur që pak më parë na tregove lidhjen me besimin, mendoj edhe unë edhe dëgjuesit janë kurioz të dinë si ka ardhur besimi tek ti, si domethënë gjete udhëzimin. Nëse ke dëshirë që ta ndash me ne. Po, nuk ka problem. Unë vi nga një familje jo praktikante, jo muslimane, në kuptimin që tek ne domethënë për shkak se ateizmi, koha periudha e komunizmit ka ndikuar shumë, për shembull im gjysh ka qenë oficer në kohën e Partisë Komuniste. E imagjino se sa e vështirë. Pikërisht, dhe për shkak se babin, hallën edhe shumë të afërm, domethënë i kam pas emigrant në Itali, në Greqi,
plus edhe ca edhe media, unë jam rritë me ato mediat italiane, tek ne, tek familja ime, të shtëpia ime, ka qenë, si ta themi, kjo kultura e krishterë, din kjo festimi Krishtlindjeve, vitit të ri, Festave po, pagane. festave, domethënë, plus edhe në shkollë, edhe në fillore, domethënë, kam pas shoqet krishterë, shoqen e ngushtë kam pas të krishterë. Dhe ka qenë kjo e theksuar kjo kultura e krishterë le themi, dhe shkonim kish për shembull, ose ku diun, domethënë bënim këto lloj ritualesh. Kështu që ndoshta mund thuhet që deri diku mund quhet si një farë konvertimi në islam, domethënë edhe pavarësisht se nuk vjen nga një familje krishtere, por ka qenë mbizotruar me kjo kultura në përgjithësi. Si jam njohur me besimin, është interesante, është pak paradoksale sepse domethënë është bërë sebeb kjo shoqja ime e ngushtë e krishterë. Kjo një ditë domethënë më ofroi kur kemi qenë në shkollë fillore, më ofroi Biblën e vet që ta lexoja. E lexova dhe fillova të interesohesha për fetën përgjithësi. Domethënë para se të vendosja se çfarë doja domethënë që të bëhesha, doja që ta mendoja ti lexoja, ti studioja, domethënë atë u interesova atëherë në atë kohë, edhe pse s'ka qenë shumë trend, u interesova edhe për budizmin, hinduizmin, katolicizmin, krishtërimin përgjithësi, domethënë islamin. Dhe normalisht islami më vinte më shumë, jo më pak, më vinte më shumë e përshtatshme. Dhe u bë sebeb gjithashtu edhe një shok shkolle, i cili unë vi nga domethënë kam studiuar në shkollë muzike, në shkollë artistike. Dhe ky shoku shkoi për studime në Jordani dhe u bë hoxh, u bë teolog, u bë imam. Dhe u bë sebeb që një ditë domethënë të takoheshin dhe të na ftonte në ligjëratat e veta, në xhami ku i mbante. Dhe aty domethënë shkova, mora pjesë për të parë në një ligjërat ose hutbë. Dhe më ndikoi shumë, emocionalisht më ndikova shumë dhe aty domethënë direkt vendosa që të pranoj islamin, të futem në islam, të filloj namazin, pastaj më vonë edhe shamin. Mashallah, dhe është me të vërtetë frymëzuese se si ne shpesh dëgjojmë që jo dikush të ka detyruar, jo ti vjen domosdoshmërisht nga një familje ose nga një festë që kanë domethënë një ka qenë praktikant në islam, por kur e shikon se njerëzit domethënë Zoti i udhëzon në forma ndryshme, aty ku nuk e mendon mbase fare, aty dhe vjen udhëzimi. Fiks, po, shumë e vërtet, përkundrazi kam pas edhe sfida, domethënë edhe probleme nga familja, po kjo pastaj është histori e gjatë, histori më vete. Mund të ndash mbase ndoshta në një që ka qenë më pikantja, pa detaje, pa emra. Jo, nuk është problem, po thashë ti mos ta dramatizojmë, ta bëjmë disi motivues, domethënë si diskutim. Megjithatë, kam pas për shembull sfida për mos u falur, për shembull, pengesa për mos falur, për mos vënë shamin, derisa arriti në një situatë ku të shtëpisë time, më thoj sa, mund ta themi, më kanë përzën nga shtëpia. Në atë periudhë kohe, unë rrija tek të afërmit e mi, tek fisi. Mirë, po edhe të fisit filluan t'i kërcënoni që tipit nuk du ta pranoni, domethënë atë në shtëpi, se pastaj do keni probleme me ne, etj. Arriti domethënë në një, pastaj rrija tek shoqet e medreses, në atë kohë kam qenë medrese, vit parë medrese. Dhe ti ta bëjmë dramatike, po mendoj që kjo është domethënë një ndjenjë ose një kujtim që ti e ndan dhe mendoj të jetë shumë i dobishëm për dëgjuesit duke parë se si jo vetëm që nuk janë të detyruara shpesh për asnjëherë njerëzit që të udhëzohen në islam, por shikoj se çfarë sakrificash bëhen për të mbajtur besimin. Po pikërisht. Në paktën kohën tonë, se tani është pak më ndryshe, ka ndryshuar situata, po në kohën tonë ka qenë goxha sfiduese. Të shtëpisë kanë pas këtë lloj frike se mos është thjesht një kapriçë e moshës. Kupton se unë kam qenë adoleshente në atë kohë, duke parasysh adoleshentët gjithmonë marrin vendime, marrin vendime drastike. Bëjnë kapriçe, domethënë, po mirë, po unë i tregova me vendosmërinë time që nuk është kapriçe, nuk është thjesht një rebelim i moshës, është vërtet një vendim i mirë menduar, edhe pse e vogël, domethënë atë kohë, po prapë kisha menduar mirë, kisha vendosur. Dhe pas shumë peripecish, pas shumë sfidash, domethënë, unë u ktheva vetë në shtëpi dhe i thash këtë që Durrësi është qytet i vogël dhe a dëshironi që njerëzit, sepse është edhe kjo mentaliteti që çfarë do thonë njerëzit etj. A dëshironi që njerëzit të flasin që vajza juaj është homeless, domethënë nuk ka një shtëpi, rrin rrugë, apo dëshironi i ke prekur, jo ke gjetur atë pikën e dobët. Po. Apo dëshironi që të flasin që ka vënë. Po.
po them pastaj matja të duket kërkuar edhe falje. Po, edhe apo domethënë të mbani atë turpin, në thonjza, që vajza ju ka vënë shami që nuk ka asgjë për turp, domethënë. Dhe normalisht pastaj më pranuar në shtëpi edhe nuk është se pastaj fushë lule, kam pas vështirësi domethënë. Derisa jam diplomuar, derisa kam mbaruar medresen, se ekzistonin frikra tjera për shkak që nuk do martohem, ose nuk do më kërkoj njëri në martesë, ose nuk do vazhdoj fakultetin. Përjetuar këto. Po. Pase në fjalë pas shpinë, ndoshta s'ne kanë thonë në sy, por pas shpinë kemi dëgjuar. Po, kurse të shtëpisë time mi thonë në sy, mi thonin konkretisht, mi i ndani këto frikra me, më kishin frikë se nuk do vazhdoj shkollën, se do mbyllesh në shtëpi. Derisa pastaj domethënë mbarova shkollën edhe fillova fakultetin dhe pastaj u qetësuam pak domethënë edhe pata edhe propozimet e para për martesë, kështu që u qetësuan edhe tashmë e kanë pranuar, kanë kaluar vite dhe e kanë pranuar si fakt. Sa mua më kujtohet se tani duket sikur po e bashkëndajmë nga që na përfshive emocionalisht, të zotish për blet për këtë historinë dhe këtë kujtim që ndave me ne. Edhe unë kam thënë papit një gjë të ngjashme, si ty, unë në fakt i thash pasi kishte muaj që unë po i shkoja para mbrapa që papi do ta vesh shamin edhe kështu me radhë, dhe ai më thonte prap ti më çmendë, domethënë edhe sa kudo që më shikonte mua ndronte rrugën. Unë për shembull shkoja e ndiqja në kuzhinë, ai shkonte në dhomën e gjumit, edhe më bënte skip gjithandej. Po, kurse kam pas një episod me mamin që thoshte që bënte domethënë si ta themi drama të tipit për shembull smurësh të bësh të keq ose kërcënime për vetvrasje, kupton të vras veten ose shkonte në spital edhe merrte serum, kupton edhe këto lloj domethënë skena tragjike, po. Mirë po, më kujtohet në atë kohë, nga mësimet e mia domethënë të fesë, më kujtohet një situatë e ngjashme kohën e sahabëve, kur një ndër vitet e para domethënë që pranuan Islamin, një ndër sahabët që kishte shumë probleme me nënën e vet, që nuk donte që ky ta pranonte Islamin, dhe edhe ajo gjithashtu domethënë bënte krevurie, domethënë e kërcënonte që të vras veten, të rripa ngrënë etj, do vdes vetëm për fajin tënd etj. Mirë po, ai tha këtë shprehje që është pastaj edhe shprehje e njohur, që është ajo që nëse ti nëna ime do i kishe 1000 shpirtra dhe ato do dilnin një nga një, nuk do hiqja dorë nga kjo fe. Edhe kjo më kujtohet shpesh domethënë, nuk ja thoja ti me mëje në këtë lloj forme kaq kështu domethënë të ashpër, por ja thoya. Do ishte shumë për të, edhe pse është deshëm civilizuese, por do ishte. Po, ja thoya në një formë pak më të zbutur, kuptohet më të zbutur edhe kështu. Tani do të pyesja edhe për sfidat, por mendoj që më tregove është për sfidat në jetë. Kur kthehesh pas në kohë, cili ka qenë një moment që ka ndryshuar rrjedhën e jetës tënde? Mbase për te shamis, domethënë. Ndoshta mund të them që ardhja në Turqi. Pas një dyshim, domethënë është ardhja në Turqi, sepse domethënë ardhja në një vend musliman, që mos të keq kuptohemi, unë nuk do të promovoj ikjen apo emigrimin, sepse vendimet personale janë shumë të lidhura ngushtë me kushtet. Po, me kushtet dhe rrethanat e secilit individ. Ka shumë njerëz që mund të jenë të lumtur në vendin e tyre, pastaj edhe emigrimi vjen me ato sfidat e veta, jeta kurbet vjen me sfidat e veta. Por definitivisht ardhja në Turqi ma ka ndryshuar jetën time 100%. Kush ka qenë personi apo mësimi më i rëndësishëm që të ka ndihmuar të ecësh përpara në jetë? Më shumë e vështirë që të veçoj një person specifik, unë nuk do veçoj dot një person. Edhe por faktikisht do doja të përmendja ose në përgjithësi domethënë të flisja për dy lloj kategori njerëzish që më kanë ndihmuar shumë të eci përpara. E para kategoria janë ata njerëz të cilët kanë besuar tek unë, që për ditës parë, që më kanë falë vetbesim tek vetja, qoftë me një fjalë, me një koment, me një kompliment, ose qoftë duke besuar tek unë, edhe kur nuk jam ndjerë e mjaftueshme, por ka parë tek unë kapacitet. Dhe këto janë mentorët e mi, mentorët e mi në karrierën time, në edukimin tim, për shembull mësuesi im medrese, personi domethënë që përmenda më përpara që është bërë sebeb që unë të hyj në Islam. Është për shembull mësuesja ime e letërsisë që më ka pas thënë ti nuk shkruan keq, ndoshta një ditë mund të botosh dhe librin tënd. Edhe është më rëndësishme kjo, dhe unë kujtoj shumë mësuese të tilla. Vërtet janë shumë të nevojshme mësueset që i thon fjalë të mirë nxënësve, jo gjejnë vetëm gabimet. Pikërisht dhe i krijon një farë vizioni, domethënë e lejon që fëmia të ketë vizionin, të krijojë vizionin e vet për të ardhmen.
dhe të ndikojnë shumë këto fjalë, qoftë edhe një fjali e vetme. Jam mësuesit e mi të fesë në medrese që më kanë thënë që kur unë shpreha dëshirën për të vazhduar studimet islame, më thoni gjithmonë, më nxjisni gjithmonë, thonë ti ke talent për gjuhë të huaja dhe duhet të studiosh për gjuhë të huaja patjetër. Gjithashtu është edhe një shoqja ime ngushtë dhe ka qenë mësuese ime në medrese dhe vazhdojmë të jemi shumë shoqe, shumë të lidhura, është këshilluesja ime, këshilltari ime që shpesh më korrigjon edhe kur nuk jam rregull. Më këshillon të mban afër kur kam nevojë dhe her pas here më kujton se kush jam, edhe kur unë vetë harroj se kush jam. Dhe persona të tillë më kanë ndihmuar dhe më ndihmojnë vazhdimisht që të eci përpara. Ndërsa kategoria e dytë e njerëzve janë hatersat, janë sulmuesit, janë kritikuesit, dashakeq, cilët me sulme të vazhdueshme jo vetëm kanë kalitur durimin, por dhe më kanë ndihmuar të përvetsoj artin e të mos u marrit me të tjerët. Për të na mësosh edhe ne pak këtë. Po, mos demoralizimi për shkak të një sulmi apo një komenti, sidomos domethënë kur ti ndjen që je në rregull, domethënë vete, sepse po mos tish njerëz të tillë nuk do kuptoni që jemi në rrugën e drejtë. E ke parasysh ajo shprehje që nëse nuk sulmohesh, nëse nuk ke armiq, atëherë shiko dhe kontrollo veten se ndoshta nuk je në rregull. Me vërtet, mbasi janë rehat me ty. Po, dhe këto lloj dy kategori njerëzish, unë jam shumë mirënjohëse, të dyve jam shumë mirënjohëse dhe i falenderoj shumë. Çfarë tani kjo pyetje është fakultative. Okay. Në rast se të përmendash diçka me ne, çfarë synon që të arrish në vitet në vijim? Domethënë, a ke ndonjë projekt që mund të jetë edhe në dobi normalisht të shoqërisë? Si Ke sjell për ne libra, ke sjell përkthime dhe të faleminderit shumë. Atëherë unë në dorë kam, më duket e kam përmendur një bisedë më përpara që kemi bërë bashkë, kam në dorë librin e dytë, shpresoj ta mbaroj domethënë. Zakonisht ëndrat e mia lidhen me udhëtime dhe ëndra ime ka qenë që të vizitoj Qapen dhe elhamdulillah kam pas mundësinë që ta vizitoj dhe ëndra ime e ardhshme është që të vizitoj Kutsin. Zoti ta mundësoj këtë, domethënë ta uroj me gjithë shpirt, unë vetë kam vizituar dhe është me të vërtetë një ndjenjë, unë nuk arri që ta përshkruaj, sigurisht që Qabja është vend i bekuar po ashtu dhe Medina, por ndjesia që përjeton në Quds është komplet, dukesh sikur po ke hyrë në një epokë tjetër, dukesh sikur po jeton në një dimension tjetër. Dhe Zoti ta mundësoj sa më parë që ta vizitoj. Gjithë neve, gjithkush. Duke që ti përcjellësh më mirë se unë edhe se shumë të tjerë ndjenjat, me të vërtetë ta uroj që ta vizitosh edhe të arrish që ti përcjellësh të ndjenja që mbas unë kam brenda, po nuk arrish ti shkruaj me laps dhe me letër. Mi shpresoj. Po, këto domethënë sa i përket ëndrave, ndërsa për synimet, për të arrirë, domethënë synimi im vetëm për momentin është përmbyll doktoraturën dhe është e vetmja gjë tek e cila jam fokusuar këtë kohë dhe jam përqendruar për momentin.